E hapur më shumë se një vit më parë, ekspozita Muze Turist të Përgjuar është kthyer në një nga sitet e trashëgimisë kulturore më interesante të Durrësit, e pasuruar me shumë më tepër element nga vitet kur sigurimi i shtetit përgjonte turistët që vizitonin Shqipërinë komuniste. Ekspozita e pozicionuar në qendër të qytetit vizitohet çdo ditë nga të huajt. Të lirë të vizitojnë vendin e shqiponjave në çdo cep të tij. Për të huajt është paksa e paimagjinueshme që dekada më parë ata që vinin si turist përgjoheshin në çdo etapë të udhëtimit të tyre. Ekspozita Muze ngjall interesin e të gjithë të huajve, pavarësisht moshës apo kombësisë. Shumë suedez janë të interesuar ta shohin Shqipërinë. Kur vinë këtu, ata kuptojnë se është një destinacion jo vetëm për pushime, por mund të zbulosh shumë e më shumë për historinë, trashëgiminë kulturore, traditat e tjerë. Jam shumë e interesuar për historinë dhe dua të mësoj për historinë e Shqipërisë. Prandaj jam këtu sot në këtë vend. Është surprizuese të mësosh se çfarë u ndodhte dikur turistëve kur vinin të vizitonin Shqipërinë. Jam prekur kur kuptova se sa të izoluar ishin njerëzit këtu për shumë e shumë vite. Jam e lumtur se si ju po e zhvilloni tani këtë vend të bukur. Jemi këtu, pasi më parë kemi parë kalan e Gjirokastrës, Beratit. Ishim edhe në Putrinë. Na pëlqen shumë historia. Kur futesh në këtë shtëpi një katëshe në lagjen numër 11, çdo kush bën një udhëtim pas në kohë, në vitet e diktaturës komuniste. Mbyllja dhe izolimi thuajse total i Shqipërisë nga regjimi i kohës nuk zbete kurreshtjen e të huajve për të parë nga afër vendin e vogël ballkanik. Për njërën nga ideuesit, Ariana Isakun, ekspozita ka nevojë për mbështetje, pasi i përngjet një fëmijë të mitur që duhet të rritet. Është një ekspozitë 1 vjeçare, gati si një fëmijë 1 vjeç, pra do shumë të rritet, por e fillum thjesht dhe me pak çfarë kishim mundësi të bënim, dhe ky është një investim krejt modest i bërë nga Brunilla dhe nga unë. Nuk patëm asnjë lloj ndihme tjetër dhe pavarësisht se shprehem dhe tham që kemi shumë nevojë, sepse ne këtë ekspozitë do t'ja lejmë, po e themi, qytetit Durrësit, nuk është se do ta marrim me vete, dhe duam që nëpërmjet kësaj turistët të kuptojnë edhe atë pjesë të historisë, e cila le të themi ka ngele pa treguar për turistët në Durrës. Por kjo pjesë, që është le të themi pjesë e një puzzle-i ton të historisë, mungon dhe thjesht ne duam t'i tregojmë le të themi turistëve që kjo ka qenë situata asaj periudhe. Një Shqipëri e izoluar, gati si Korea e Veriut. Jo vetëm të huajt e kanë vizituar ekspozitën Muze, por dhe brezi i ri dhe emigrantët shqiptar. Ajo që po bre është një kërkesë e shtuar të themi edhe sidomos të shkollat verore. Shumë nga fëmijët e shkollave verore, së bashku me drejtues të shkollave verore, kanë qenë prezent këtu, ndërkaq që ka pasur historinë të cilët kanë qenë të interesuar sepse janë të lidhur me historinë. Shumë emigrantë të cilët kthehen në Shqipëri dhe e kanë parë në rrjetet sociale apo në media të ndryshme, kanë qenë kuriozë, bile kanë ardhur dhe kanë sjellë dhe dhurata, domethënë duke e shtuar gamën e gjithë elementeve që kemi në dokumentave apo gjithë materialet që kemi në ekspozitë. Megjithëse është një ekspozitë muze, mikpritja shqiptare dëshmohet dhe këtu, krahas eksplorimit të orendive apo dokumenteve të atyre viteve, apo vend strehimit të nëndeshëm, vizitorët mund të shijojnë dhe konjakun shqiptar, apo glikot dhe reçelerat, duke marrë nga ky vend një copës Shqipërie. Nga rreth 280 turistë në një vit që vizitonin Shqipërinë komuniste, tashmë shifrat kanë fluturuar në miliona.